Po ta shohim. Cila është, të votohet sipas rregullave, të kalojnë komision, të ketë ato debatet e nevojshme, të bëhet formaliteti. Pse erdhi tani? Cilat janë pikpyetjet tuaja? Këtë duhet ta shpjegojë qeveria, ministria përkatëse, me që paska 2 vjet që negocioka dhe paska të paktën 5 javë, të paktën informacione e bëra nga mediat që ka qenë marrëveshja në qeveria disponante, atëherë pse erdhi tani në këtë moment të fundit. Pra ditët e fundit, seancën e fundit parlamentare që ishte këtë të hënë. Duhet ta shpjegoj qeveria pse i bëri me kaq nxitim dhe në minutë të fundit. Ai ishin zërat që kanë qenë dhe zërat që kanë qarkulluar ishin se deputetët e PS-s kanë qenë me pushime. Kishin prenotuar pushime dhe do largoheshin dhe nuk kishte kohë për të bërë një seancë të premten. Pra, në datë 31 korrik, për të qenë, le të themi, brenda një afati një javor. Kjo është një skandal tjetër nëse do të vërtetohet. I ngelet atyre ta shpjegoj që pse nuk mlodhën parlamentin mbas një jave ose brenda javës. Shikoni, parlamenti vërtet është ata këtu ishin nëse Rama doli dhe foli 2 ditë më parë për ta, kështu që po pra, po i duheshin votat në parlament, duhen mbi 70 vota për ta votuar. Kështu që kjo është një tjetër skandal. Megjithatë, le ta lëm kohës, tashmë çështja ka vajtë gjykata kushtetuese, le të shprehej gjykata kushtetuese, a janë respektuar apo jo kushtetuta, ligjet etj. Okej, Zoti Nuri, më jep një komentar për një lexim të situatës, çfarë ke parë përgjatë këtyre 48 orëve të fundit, me gjitha reagimet që ka patur edhe Partia Demokratike për çështjen e reformës territoriale, ndarja apo shkrirja e një pjese të bashkive që sipas socialistëve nuk zhduken, por i bashkohen bashkive dhe qyteteve më të mëdha, zyra do t'jenë aty, njerëzit nuk do t'ishen nga puna, shërbimet do t'jenë po ashtu pranë tyre. Atëherë çfarë ndryshon? Përpara se të vija në studio po shifja disa reagime në rrjetet sociale, edhe po shikoja pikërisht zyrat e shtetit në disa komuna, ish komuna, se nuk ekzistojnë më, po disa njësi administrative tashmë. Edhe ishe gjendje skandaloze. E kishe prezantuar deputeti Korreshi në një njësi administrative në rrethin e Lushnjës, gjendje skandaloze e ambienteve që vetëm zyra shteti nuk ishin. Edhe shikoni, ato shërbime tashmë, me që morëm këtë rast konkret për ta ilustruar, Bashkia Lushnjë do duhet konkretisht që t'ja ofrojë dhe qytetarëve të Divjakës tashmë, sepse po propozohet shkrirja e Divjakës, që është një bashki jashtëzakonisht e madhe gjeografikisht, ka ekonomi shumë të zgjeruar në bujqësi dhe në turizëm, me parkun kombëtar të Karavastas etj. Me radhë, dhe kërkojnë që ta shkrijnë dhe t'ja bashkojnë Lushnjës, duke vajtur aty ku ka qenë rrethi në kohën e përpara shumë viteve. Të njëjtën gjë kanë bërë dhe me bashki të tjera më të vogla. Ne mendojmë që është totalisht në shkeljet kushtetutës në 108.2 parashikon që nuk mund bëhet ndryshim kufish të njësive administrative pa pyetur banorët e zonave. Vërtet janë bërë konsultime, po ti lexoni, po ti hapni përsëri edhe ti shikoni konsultimet që janë bërë për reformën territoriale, çfarë kanë thënë banorët nga jugun veri, nga linja perëndim. Në 75-80% të rasteve banorët e pyetur në ato dëgjesa publike kanë kërkuar të kundërtën e kësaj që po bën dhe po propozon Partia Socialiste, por ajo i ka votat dhe po nëse do e bën dhe e imponon këtë gjë. Çfarë kanë kërkuar? Kanë kërkuar që të shtohet numri i bashkive, jo të ulet. Kanë kërkuar që bashkitë të jenë më të vogla dhe më pranë qytetarëve. Nuk e them unë, e thonë në të gjitha dëgjesat. Nga jugun veri, nga lindja në perëndim. Çfarë bën Partia Socialiste? Shkrihin disa bashki, i bashkohen me disa të tjera, zhduk traditat dhe emrin e atyre bashkive, hedh hidh syve, i gënjen qytetarët, duke i thënë që do të ngeli emri qytet. Bën një lloj shpikje që nuk ekziston në kushtetutë. Kushtetuta ka akoma termi komun, Termi komun është ende në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe nuk është hequr. Ndërkohë duan të shpikin diçka tjetër. Këto bashki që po shkrihen do të jenë qytete. Po dihet tani që po humbe statusin e bashkisë, nuk konsiderohesh më qytet, konsiderohesh fshat. Edhe po marrim një shembull. Selenicën duan t'ia bashkojnë Vlorës. Që ka një shtrirje jashtëzakonisht madhe gjeografike. Divjakën Lushnja, sipas këtyre pamjeve është protesta që u mbaj dje në Divjak. Fusharzi me Pukën, Klosi me Matin, Poliçanin dhe Dimalin do ta shkrijnë fare, që mos ekzistojnë. As t'i bashkojnë bashkë, apo t'ia bashkonin Skraparit, jo, duan t'ia bashkojnë Beratit. Skrapari është larg. Skraparin e lanë vetëm, etj. Dhe atë thanë do ta kishim shkrirë, po s'kishim afër në një bashki tjetër që t'ia bashkonim. Libohovën, që ka një bashki e vogël, por ama ka një traditë, një kulturë. Prej vitit, prej shekush, e shkri nga harta. Se ka nisur komunikimi zoti Berisha dhe dua të zhvendosem aty të pyes, me qenë se ftesa e zotit Masniku dje ishte, ju presim deri në shtator, po të diskutojmë vetëm mbi hartën tonë, jo mbi hartën me 100 bashki që ju propozoni. Partia Demokratike ka bërë një vlerësim mjaft serioz me ekspert. Ka mishëruar atë që duan qytetarët.
qytetarët duan shërbime më afër tyre. Dhe ka kërkuar dhe ka bërë një hartë me 100 bashki, një numër simbolik, mbi bazën e cilës mund të ulet dhe diskutohet. Por ajo është propozimi i Partisë Demokratike është pikërisht ai që është më afër qytetarëve. Megjithatë, le të lejmë kohës, unë jam i bindur që nëse Partia Socialiste e ka thënë hartën e saj territoriale, pak gjasa janë që të ndryshojë nga ky koncept që ata kanë sjell, e vetmja mënyrë janë protestat qytetare, presioni qytetar që nisën Poliçan duke djegur tesarat e PS-s dhe jo vetëm. Ka ndalë kryetar bashkie të PS-s, si i rasti i Divjakës dje që doli dhe tha që jam kundër, kryetari i PS-s i Poliçanit ka dorëheqjen etj. Revolta po fillon, vetëm qytetarët mund të dalin zot kësaj pune. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Tek kënaqësi, mirë takofshim.